Olsi Bylyku surprizoi publikun dhe banorët e Big Brother VIP Albania 4 me një hyrje të papritur gjatë spektaklit të së martës. Ai hyri për të takuar ish-partneren e tij, Egli Tako, pas më shumë se 2 vitesh ndarje. Takimi u prezantua si një gest mirënjohjeje dhe respekti për të treguar se ndjenjat e bukura dhe kujtimet e së kaluarës mund të ruhen edhe pasi një marrëdhënie përfundon, por sipas burimeve të ndryshme në rrjet, kjo nuk ka qenë arsyeja e vetme apo më e rëndësishmja për hyrjen e Olsit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Sipas raportimeve, Olsi Bylyku është paditur nga Top Channel për dëmtim imazhi dhe shkelje kontrate. Shuma e padis, plot 100.000 euro. Thuhet se Olsi, për të shmangur këtë përballje të kushtueshme ligjore, është futur në një marrëveshje me Top Channel, nëse pranonte të rikthehej në Big Brother VIP dhe të merrte pjesë si surprizë, televizioni do të tërhiqej nga padia ose do t'i fajte gjobën. Spekulimet janë shtuar edhe më shumë pas faktit që Olsi publikoi një këngë me tone kritike, një lloj disi ndaj produksionit, menjëherë pas marrjes së njoftimit për padi. Kjo këngë u pasi shenja tensionit të thellë mes tij dhe Top Channel, duke bërë që rikthimi i tij në Big Brother VIP të shihet si dyshim dhe as pak sentimental. Ndonse momenti me Eglin u shfaq si emocional dhe i ndjer, një pjesë e publikut e shikon tani me sy tjetër. A ishte një takim realisht i sinqert mes 2 ish-partnerësh, apo një lëvizje e mirë kalkuluar për të larë hesapet me televizionin që dikur e promovoi dhe më pas e hodhi në gjysh? Megjithatë, ajo që është e qartë është se çdo hyrje në Big Brother VIP ka gjithmonë më shumë se një dimension, dhe këtë herë, duket se drama nuk ka ndodhur vetëm brenda në shtëpi. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!